Vetëm një javë më parë, televizioni Apollon transmetoi shqetësimin e banorëve të fshatit Gërmin në Bashkinë Divjak lidhur me gjendjen e trotuareve, të cilat prej kohësh ishin mbuluar nga barishtet e egra dhe ferrat, duke vështirësuar lëvizjen e këmbësorëve. Fshati Gërmin shtrihet përgjatë aksit rrugor që lidh Divjakën me zonën e plazhit, një rrugë me qarkullim të konsiderueshëm automjetësh. Për shkak të mungesës së mirëmbajtjes së trotuareve, banorët detyroheshin të ecin në rrugë automobilistike, duke rrezikuar sigurinë e tyre. Pas transmetimit të kronikës nga televizioni Apollon, Bashkia Divjak dhe strukturat përgjegjëse reaguan menjëherë duke ndërhyrë për pastrimin e trotuareve në të dy anët e rrugës. Ndërhyrja ka përmirësuar ndjeshëm kushtet e lëvizjes për banorët, të cilët tashmë mund të përdorin trotuaret në mënyrë të sigurt. Banorët e zonës shprehen mirënjohës për reagimin e institucioneve, si edhe falenderojnë televizionin Apollon për pasqyrimin e problematikave të komunitetit dhe për rolin e tij si një urë komunikimi mes qytetarëve dhe institucioneve, me synimin për të përmirësuar shërbimet në interes të publikut.